Një email kërcënuesi mbërritur mëngjesin në kësaj të enjte në adresat elektronike të disa institucioneve në qytete të ndryshme të vendit ka vënë në alarm autoritetet e sigurisë. Mesazhi i dërguar nga një adresë ende e pa identifikuar paralajmëronte për vendosjen e bombave në ambientet e institucioneve. Në Vlorë, emaili ka mbërritur rreth orës 8 në disa institucione, mes tyre Bashkia, Gjykata, Prokuroria dhe Spitali, ndërsa raste të ngjashme janë raportuar edhe në qytete të tjera të vendit. Emaili përmban kërcënim terrorist, ku pretendohet se është vendosur një bombë në ndërtesë dhe paralajmërohet shpërthimi i saj brenda 2 orësh, i shoqëruar me kërcënime për vrasje. Menjëherë pas alarmit, në institucione janë kryer kontrolle të imtësishme nga shërbimet e specializuara të policisë. Në verifikime janë përdorur edhe qenë të trajnuar për zbulimin e lëndëve shpërthyese dhe pajisje të posaçme. Kontrollet kanë shkuar deri në ambientet e spakut, ku gjithashtu janë kryer verifikime për praninë e ndonjë eksplozivi apo objekti të dyshimit. Nga kontrollet e deri tanishme, nuk është konstatuar asnjë bombë apo lëndë shpërthyese, duke bërë që autoritetet ta konsiderojnë ngjarjen një alarm të rrem. Ndërkohë, Drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike, në bashkëpunim me Drejtorinë e Antiterrorit dhe strukturat e tjera ligjzbatuese, vijojnë hetimet për të identifikuar autorin e mesazheve dhe adresën elektronike nga e cila janë dërguar kërcënimet.